Deri sot nuk kemi pas vështirësi, sot janë shfaq bukur shumë në shumë lokalitete, në shumë pjesë të lagjeve të fshatra të ndryshme vërshimet. Natyrisht janë disa prej domeve që kanë ndodhur deri tash, janë kryesisht dy ura, njëra urë është në fshatin Smallush dhe tjetra në gadimin e epërme, në një lagje të gadimes së epërme. Natyrisht që ka vështirësi edhe në lokalitete tjera. Ekipet tona prej mëngjesit janë disa ekipe në terren, në bashkëpunim edhe me zjarrfesit, me stacionin policor dhe me disa prej kompanive private, me mekanizmin e tyre, duke provu me hap kanale të reja për të orientu pak a shumë rrjedhjen e ujit në disa prej vendbanimet tona. Në fakt po, rrugët janë të kalueshme, megjithatë janë shumë me vështirësi. Vështirësitë më të mëdha janë rrugët regionale që janë kuadër të drejtorisë, që është rruga që njihet prej Prishtina-Malli tash ose prej rreth rrotullimit për Frizaj, është rrugë regionale. Gjithashtu edhe rruga që shkon prej Lipjanit për Magure, përkatësisht për aeroport, është rrugë prapë regionale. Natyrisht ne edhe më herët i kemi shkruar Ministrisë Infrastrukturës që brezin rrugor ta pastrojnë përkatësisht hapin kanale, sepse ajo është përveç që është nën menaxhim nga ministria, është edhe pronësi e ministrisë, ndërkaq në disa prej lokalitetet tona ne kemi ndërhyj gjatë verës, nuk kemi pas vështirësi të mëdha, sot janë shfaq bukur shumë vështirësi në shumicën e lokaliteteve. Kryesisht janë të menaxhueshme, nuk ka rrugë në cilën do të mund të themi janë të bllokura ose të mbyllura, megjithatë janë të vështirësuara. Natyrisht na funksionojnë ekipet tona për vlerësimin e dëmit, janë 3 ekipe, është ekipi për vlerësimin e dëmeve në infrastrukturën publike, ekipi për vlerësimin e dëmeve në ekonomitë familjare dhe ekipi për vlerësimin e dëmeve në bujqësi. Të gjitha këto ekipe janë funksion, por natyrisht pas përfundimit të rreshjeve dhe stabilizimit të kohës të motit, ne do të dalim në terren për të nxjerrë vlerësimet e sakta mbi dëmet e shkaktuara. Natyrisht që të jenë kujdesshëm, natyrisht që të jenë komunikim me emergjencat tona dhe natyrisht që duhet këtyre ditëve të jemi të kujdesshëm për shkak të një gjendje së tillë çfarë e kemi.